Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s Hysni Gucati ka shprehur shqetësim se autoritetet e Maqedonisë së Veriut po vazhdojnë të ndalojnë pa asnjë të drejtë qytetarët shqiptar në pikat kufitare. Gucati ka përmendur edhe rastin e fundit të ndalimit të veprimtarit Azgan Haklaj nga Shqipëria, i cili u ndalua për më shumë se 2-3 orë, sipas tij pa asnjë arsyetim ligjor apo logjik. Arsyeja vetme pas këtij veprimi sipas Gucatit është mbështetja e tij e hapur për krerët e UÇK-s dhe për kushtimi i tij vazhdueshëm në mbrojtje të vlerave të luftës shërimtare. Gucati ka kërkuar që praktika të tilla me prapavi politike dhe me frym friksimi do të marrin fund menjëherë. Ai bëri thirrje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë të reagojë pa vonesë, të kërkojë sqarime zyrtare dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme diplomatike. Referimi i Kosovës si fqinj i Serbisë nga një deputet atje ka ngritur tensione në parlamentin serb. Kjo është përsëri situatë